Rrugën ndërqytetëse dhe një infrastrukturë e rëndësishme e komunikimit janë bërë pjesë e transformimit urban përmes investimeve të reja, e cila është rruga Berat-Ballaban 60 km e gjatë, e cila lidh 3 bashki, Berat, Përmet dhe Tepelen, ndërtimi të cilës shkurton kohën dhe distancën e udhëtimit dhe çliron një potencial të jashtëzakonshëm ekonomik dhe turistik për gjitha këto zona. Për të inspektuar ecurinë e punimeve ishte në kantier kryeministri Edi Rama, i shoqëruar nga zvenc kryeministra dhe ministra e infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku, si dhe ish kryetari i Bashkisë së Beratit Ervin Demo. Jemi në një segment të rëndësishëm rrugor, Berat-Ballaban, një segment rreth 60 km, i cili lidh 3 bashki të rëndësishme, atë të Beratit, Përmetit dhe Tepelenës. Këtu jemi në lotin e parë, ecuria e punimeve është rreth 27%, por nga sa po diskutoja më përpara këtu me gjithë skuadrën që punon, mund ta mbarojmë edhe në fund të këtij viti, Ervin, në rast se gjithçka do na shkojë siç duhet. Për të thënë të drejtën, këtu të gjitha problematikat që kemi pasur me shpronësimet dhe gjithçka tjetër. Kështu që këtu problematikat që kemi pasur në fillim me shpronësimet apo edhe pjesë të tjera ku ka pasur një zë pushtetin vendor na ka nesur shumë shpejt, për të thënë të drejtën. Është diçka që duhet të progresojmë bashkinë e Beratit nga Kypra. Në ndërkohë, kjo është një rrugë e kategorisë F. Kemi nisur nga ana e Tepelenës, pra kemi nisur nga ura e Ballabanit, atje ecuria është 67% sot që flasim. Në ndërkohë që në lotin e dytë pastaj është diku në të njëjtën ecuri, pra rreth 30% është atje, 27% është këtu. Po siç them, me kompaninë që po bisedonim sot, ka shumë mundësi që ta mbyllim brenda vitit. Ndërsa kryeministri Rama vlerësoi punën e deritanishme dhe theksoi se projektet do të vazhdojnë me rrugët e reja. Edhe bëhet shumë rrugë e bukur, kjo është spektakël që ndisur gjithandaj.